Hoxhallarët që mbrojtën kombin shqiptar. Feja, dheu dhe sakrifica për liri. Historia e kombit shqiptar është një histori e mbijetesës, e përpjekjeve për liri dhe sakrificave të brezave të tërë. Në periudha të ndryshme kur trojet shqiptarët rrezikoheshin nga coptimi, pushtimi dhe asimilimi, në mbrojtjet e tyre nuk u ngritën vetëm luftëtarët me armë, një rol të rëndësishëm patën edhe njerëzit e dijes, mësuesit, intelektualët dhe prisit fetar. Mes tyre gjendeshin shumë hoxhallar dhe dietar musliman shqiptar, të cilët e shihnin mbrojtjen e vendit, të familjes dhe të popullit si një përgjegjësi të madhe morale. Disa kontribuan përmes arsimit dhe gjuhës shqipe, disa përmes organizimit politik e kombëtar, ndërsa të tjerë u përfshin drejt për drejt në rezistencë. Këta njerëz dëshmojnë se historia shqiptare nuk mund të kuptohet vetëm përmes betejave. Ajo duhet parë edhe përmes shkollave, odave, xhamive, kuvendeve dhe institucioneve ku ruhej vetdia kombëtare. Në fund të shekullit 19 dhe në fillim shekullit 20, shqiptarët ndodheshin përballë ndryshimeve të mëdha politike. Perandoria osmane po dobësohej, ndërsa shtetet fqinje kishin pretendime territoriale mbi tokat shqiptare. Pikërisht në këtë periudhë u fuqizua kërkesa për mbrojtjen e trojeve shqiptare, për shkollimin e gjuhës shqipe dhe për organizimin politik. Një nga figurat më të njohura që lidhet me këtë histori është Haxhi Ymer Prizreni. Ai ishte një prej personaliteteve kryesore të lidhjes shqiptare të Prizrenit, organizatës së themeluar më 1878 në një moment jashtëzakonisht të rrezikshëm për shqiptarët. Vendimet e Kongresit të Berlinit rrezikonin që territorët e banuara nga shqiptarët tu kalonin shteteve fqinje. Në këtë situatë, përfaqësues nga vice të ndryshme shqiptare u mblodhen në Prizren. Haxhi Ymer Prizreni, dietar dhe figurë fetare muslimane, u bë një nga drejtuesit më të rëndësishëm të kësaj lëvizje. Veprimtaria e tij tregon se për një pjesë të elitës fetare shqiptare, identiteti fetar nuk përjashtonte angazhimin për mbrojtjen e dheut. Lidhja e Prizrenit kërkonte bashkimin dhe mbrojtjen e territoreve shqiptare. Me kalimin e kohës, kërkesat e saj morën gjithnjë më shumë karakter kombëtar dhe autonomist. Prizreni u shndrua në një nga qendrat më të rëndësishme politike të shqiptarëve. Në mesin e njerëzve që e drejtuan këtë përpjekje qendrore, qëndronte edhe një hoxh. Kjo është një pjesë domethënëse e historisë sonë. Haxhi Ymer Prizreni nuk përfaqësonte vetëm autoritetin fetar. Ai u shndrua në një figurë politike të rezistencës shqiptare. Kur lidhja u përball me shtypjen ushtarake osmane, udhëheqësit e saj u vunë përballë një zgjedhje të vështirë, të tërhiqeshin ose të vazhdonin përpjekjen. Shumë prej tyre vazhduan. Prandaj emri i Haxhi Ymer Prizrenit mbetet i lidhur ngushtë me një prej kapitujve themelor të lëvizjes kombëtare shqiptare. Por ai nuk ishte i vetmi. Një tjetër emër i rëndësishëm është Hoxh Kadri Prishtina, i njohur edhe si Kadri Prishtina. Ai ishte një figurë që ndërthuri dijen, veprimtarinë politike dhe çështjen kombëtare. I lindur në Kosovë, ai u bë pjesë e përpjekjeve politike shqiptare në një periudhë kur Kosova dhe viset e tjera shqiptare përjetonin tronditje të mëdha. Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë më 1912, çështja shqiptare nuk ishte zgjidhur. Një pjesë e madhe e shqiptarëve mbeti jashtë kufive të shtetit të ri shqiptar. Kosova ishte ndër plagët më të mëdha të kësaj ndarje. Hoxh Kadri Prishtina u angazhua fuqishëm në mbrojtjen e çështjes së Kosovës dhe të shqiptarëve të mbetur jashtë kufive të Shqipërisë. Ai lidhet veçanërisht me Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, një organizatë e rëndësishme politike shqiptare e krijuar në Shkodër më 1918. Vetëm emri i organizatës tregonte misionin e saj, mbrojtjen e Kosovës dhe të popullsisë shqiptare. Hoxh Kadri Prishtina ishte ndër drejtuesit kryesor të saj. Ai nuk e shihte çështjen shqiptare vetëm si problem të një qyteti apo të një krahine. Për të Kosova, Shkodra, Prishtina, Gjakova dhe viset e tjera ishin pjesë së njëjtës çështje kombëtare. Në veprimtarinë e tij shohim një hoxh që nuk qëndroi i mbyllur vetëm brenda jetës fetare, por u përfshi në diplomaci, organizim politik dhe mbrojtjen e drejtave të shqiptarëve. Historia shqiptare njeh edhe figura të tjera islame që kontribuan në arsim dhe kulturë. Një prej tyre është Hafiz Ali Korça. Hafiz Ali Korça ishte dietar, poet, përkthyes, mësues dhe veprimtar kombëtar, në një kohë kur përdorimi dhe mësimi i shqipes përballeshin me shumë pengesa. Puna për gjuhën shqipe ishte në vetvete një formë e mbrojtjes së identitetit. Sepse një kom nuk mbrohet vetëm me pushk, ai mbrohet edhe me gjuhë, mbrohet me libra, mbrohet me shkolla, mbrohet duke u mësuar fëmijëve historinë dhe kulturën e tyre. Në këtë kuptim, veprimtaria e Hafiz Ali Korçës kishte rëndësi të veçantë. Ai ishte pjesë e brezit të dietarëve musliman shqiptar që përpiqeshin të ndërtonin
ura ndërmjet besimit, dijes dhe vetdijes kombëtare. Një figurë tjetër madhore ishte Hafiz Ibrahim Dalliu, ai njihet si dietar islam, mësues, publicist dhe patriot. Veprimtaria e tij lidhet ngushtë me përhapjen e arsimit shqip dhe me jetën intelektuale të Tiranës. Në atë periudhë shkolla shqipe kishte rëndësi të jashtëzakonshme. Çdo abetare ishte më shumë se një libër. Çdo klasë ku mësoi shqip ishte më shumë se një shkollë. Ajo ishte një mënyrë për të ruajtur identitetin e një populli. Hafiz Ibrahim Dalliu dha kontribut në këtë drejtim, duke u bërë një prej figurave të njohura të kulturës islame shqiptare dhe njëkohësisht të arsimit kombëtar. Në historinë e Shqipërisë së shekullit 20, një vend të rëndësishëm zë dhe Hafiz Sabri Koçi. Historia e tij përket një periudhë tjetër, diktaturës komuniste. Pas luftës së dytë botërore, regjimi komunist filloi gradualisht goditjen ndaj institucioneve dhe personaliteteve fetare. Në vitin 1967, Shqipëria ndërmoi një fushatë radikale kundër fesë. Xhamit, kishat dhe objektet e tjera fetare u mbyllën ose u dëmtuan, ndërsa shumë besimtarë u burgosën dhe u përsekutuan. Hafiz Sabri Koçi kaloi shumë vite në burgjit e regjimit, por ai mbijetoi. Pas rënies së komunizmit, emri i tij u lidh me ringritjen e jetës islame në Shqipëri. Më 1990, falja publike në xhaminë e Plumbit në Shkodër u bë simbol i rikthimit të lirisë fetare. Në këtë rast, mbrojtja e popullit nuk kishte formën një betejë ushtarake. Ishte mbrojtja së drejtës për të besuar, mbrojtja e kujtesës. Mbrojtja e dinjitetit njerëzor pas dekadave të persekutimit. Edhe Kosova ka historinë e saj të gjatë të hoxhallarëve që qëndruan pranë popullit në periudhat e vështira. Në shumë fshatra dhe qytete, hoxha nuk ishte vetëm imam i xhamisë. Ai mund të ishte mësues, këshilltar, ndërmjetësues dhe njëri tek i cili popullsia kërkonte orientim. Rasti i Mulla Idris Xhilanit apo i Mulla Hasan Masuricës janë unikal se si duhet të duhet atdheu, shkenca, inovacioni, arsimi, edukimi dhe vendlindja. Në periudha represioni, figura të ndryshme fetare shqiptare u burgosen, u përndoqen ose u vunë në nënbikëqyrje për shkak të veprimtarisë së tyre. Disa mbrojtën gjuhën shqipe, të tjerë ndihmuan familjet, disa kundërshtuan shpërnguljen e shqiptarëve, të tjerë mbështetën arsimin dhe organizimin kombëtar. Kjo histori nuk duhet idealizuar dhe as thjeshtuar. Jo çdo besimtar pati të njëjtin qëndrim dhe jo çdo periudhë historike ishte e njëjtë, por dokumentet dhe biografitë e shumë figurave tregojnë qartë se një pjesë e rëndësishme e hoxhallarëve shqiptar e lidhi misionin fetar me përgjegjësinë ndaj shoqërisë dhe atdheut. Në këtë histori duhet kujtuar edhe një element shumë i rëndësishëm, bashkëpunimi ndërfetar shqiptar. Në momente vendimtare të historisë kombëtare, shqiptarët musliman, katolik dhe ortodoks u gjenden në të njëjtën lëvizje kombëtare. Në kuvende dhe organizata mund të gjejë hoxhallar, priftërinj intelektual, bajraktar, mësues dhe luftëtar. Ata mund të kishin besime të ndryshme, por përballë rrezikut të coptimit të trojave shqiptare, kishin një shqetësim të përbashkët, atdheun. Kjo është një nga karakteristikat më të rëndësishme të historisë shqiptare. Nga lidhja shqiptare e Prizrenit te Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, nga përpjekjet për shkollën shqipe, deri te rezistenca ndaj diktaturës dhe ruajtja e lirisë fetare, gjurmët e dietarëve dhe hoxhallarëve shqiptar janë pjesë e historisë sonë. Haxhi Mer Prizreni na kujton kohën kur trojat shqiptare rrezikonin coptimin. Hoxh Kadri Prishtina na kujton përpjekjen për Kosovën dhe shqiptarët jashtë kufive të vitit 1913. Hafiz Ali Korça dhe Hafiz Ibrahim Dalliu na kujtojnë se mbrojtja e kombit bëhet edhe përmes gjuhës, arsimit dhe librit. Mulla Idris Xhilani na kujton se si shqiptarët duhet të jenë të bashkuar dhe të mos përçahen. Hafiz Sabri Koçi na kujton çmimin e lirisë fetare në diktaturë. Por për te emrave të njohur ekziston dhe historia e qindra imamëve, mësuesve dhe njerëzve të dijes, emrat e të cilëve ndoshta nuk gjenden në faqet kryesore të librave. Ata shërbyen në qytete dhe fshatra, mësuan fëmijë, ruajtën dorëshkrime, ndihmuan familjet, predikuan solidaritetin dhe në periudhat më të vështira qëndruan pranë popullit të tyre. Historia e tyre na mëson diçka të rëndësishme. Atdheu nuk mbrohet vetëm në frontin e luftës, atdheu mbrohet kur ruhet gjuha, kur hapet një shkollë, kur shkruhet një libër, kur ndihmohet një familje, kur kërkohet drejtësi. Mbrohet kur njerëzit refuzojnë të humbin identitetin e tyre dhe kur vjen rreziku, atdheu mbrohet me sakrificë, siç ishte Hoxh Yunusi apo Hoxh Fatmir Hasan Doçi. Prandaj historia e hoxhallarëve patriot shqiptar është pjesë e pandashme e historisë së kombit. Ata ishin njerëz të fesë, por shumë prej tyre ishin njëkohësisht njerëz të arsimit, kulturës, politikës dhe çështjes kombëtare, siç ishte edhe Mulla Haxhi Zek Byberi, një patriot i madh, një burr i shquar,
i cili dha gjithçka për kombin shqiptar. Disa folën nga mimberi e disa nga kuvendi, disa shkruan dhe libra.